Detajet e reja janë zbardhur në lidhje me vrasjen e 58 vjeçarit Renato Hoxhaj në Vlorë. Raportohet se pika ku viktima kishte shtëpinë ishte vendosur në një vend shumë të lakmuar për ndërtime të reja dhe duket se policia po nis hetimet në një pistë të re. Burime pranë familjes së Hoxhajt janë shprehur se kohët e fundit ishte shfaqur i shqetësuar pasi kishte marrë kërcënime të ndryshme për të dhënë tokën për ndërtim, por ai nuk ishte pranuar. Vetëm disa metra më larg është ndërtuar një pallat disa katësh, ku çmimet e apartamenteve janë të larta duke shkuar në rreth 1500 euro metri. Policia po merr në pyetje disa persona dhe për këtë pistë përfshir pronarin e pallatit të ndërtuar pranë banesës së tij për të vërtetuar nëse ekziston prej tij një kërkesë e tillë apo jo. Sipas të njëjtave burime, në kontakte me të afërm, ai është shprehur se po merr kërcënime për shtëpinë me qëllim që aty të ndërtojë por do rezistonte. Kjo pistë po hetohet më intensivisht vetëm për faktin që Hoxhaj nuk kishte probleme të tjera dhe në zonë njihej si një njeri i qetë dhe i respektueshëm. 2 fëmijët e rritur nuk kanë patur shumë kontakte me të pasi jetojnë jashtë shtetit prej vitesh dhe kontaktet e vetme kanë qenë telefonike. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.